Ja se çfarë ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni lakra turshi gjatë dimrit. Aftësia shëruese e lakrës turshi te i kalon shumë bimë medicinale të njohura. 100 gram të lakrës turshi do të gjeni 20 mg të vitaminës C. Në vijim janë vitamina A, acidi folik, magnezi, hekuri, fosfori, kalciumi, kaliumi, natriumi dhe substancat e tjera të rënda, gjithashtu edhe proteinat. Lakra është një burim i shkëlqyer i vitaminës B12, prandaj ajo rekomandohet veçanërisht edhe për personat vegetarian. Lakra e kuqe është deri në 7 herë më shëruese se lakra e bardhë dhe ngjyra e saj tregon edhe për mbajtjen e elementëve ushqyes mjaft të rëndësishëm që do t'i japin shëndetit tuaj një sër funksionesh pozitive dhe mbi të gjitha do të parandalojnë komplikacionet e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lakra turshi është e mirë edhe për traktin digjesiv. Ajo që bën lakrën turshi të ndryshme nga lakrat e freskëta është bakteri probiotik. Lakra turshi është një ushqim bimor i fermentueshëm i pasur me kultura probiotike në mënyrë natyrale. Prandaj lakra turshi është e rëndësishme për trajtimin e problemeve të shkaktuara nga çekulibrat e florës së zorrëve, veçanërisht edhe pas terapive me antibiotik ose edhe me trajtime të ndryshme. Ka efekte shumë të dobishme në lukth, në zorë dhe në mikroflorën e tyre, duke bërë tretjen tuaj më efikase dhe gjithashtu edhe më të lehtë. Përfshirja e lakrave në dietën tuaj do të përmirësojë organizmin. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe në tretjen e ushqimeve të ndryshme dhe shpejtojnë metabolizmin, i cili nxit nxjerrjen e substancave toksike nga trupi dhe pastron dhe rigjeneron mëlçin. Kështu, pastroni gjakun, ngadalësoni pllakjen dhe forconi gjithashtu edhe rezistencën më të mirë të organizmit. Lehtëson komplikacionet nga djegjet. Lakra turshi përshpejton edhe shërimin e organizmit. Vepron tek reumatizma dhe inflamacione të ndryshme të venave. Lokalisht mund të përdoret si lehtësues i kruajtjeve të lëkurës për shkak të inflamacioneve të ndryshme alergjike. Djegjet e vogla, kafshimet e insekteve, veçanërisht të bledës ose të grerzave. Në vendin e prekur vendosni një shtresë të fletës së lakrës turshi dhe mbështitni me një fasho ose garz. Nëse keni dhimbje koke, vendosini në ballë një fletë të lakrës turshi dhe mbështidheni atë me një garzë. Njerëzit që hanë lakra turshi janë më të fortë dhe më rezistent ndaj komplikacioneve. Prandaj lakra rekomandohet veçanërisht edhe për njerëzit me sistem imunitar të dobësuar. Përfitimet nga lëngu i lakrës turshi gjithashtu janë të larmishme. Lëngu i lakrës turshi ka efekte të favorshme për shëndetin. Është veçanërisht i pasur në vitaminën C, E, K dhe B, si dhe vitaminën U. Njëherë është një nga vitaminat më të rralla të rëndësishme për trajtimin e ulçrave të lukthit, zorës 12 gishtore. Ndër të tjera, lëngu i lakrës turshi vepron kundër kërpullave, bakterieve, ndihmon kundër inflamacioneve, ndihmon gjithashtu me ulçrat dhe lehtëson edhe probleme të ndryshme. Për të përfituar vlerat ushqyese të lakrës, konsumojeni të papërpunuar po ashtu edhe lëngun e saj. Është e rëndësishme që ta shtoni në forma të ndryshme të gatimeve, por edhe në sallata. Aftësia shëruese e lakrës turshi është gjithashtu shumë e mirë për organizmin dhe përfitimet që do t'i ofrojë në shëndetit do ta kthejnë atë në një nga zgjidhjet më të mira. Këshillohet gjithmonë konsumi i lakrave të përgatitura vetë në kushte shtëpie, duke ditur edhe rëndësinë e kriprave që ato kanë për organizmin. Sa më pak kripra të tepërta të shtoni, aq më shumë përfitime do të merrni prej tyre. Lakra turshi ka aftësinë të mbushë organizmin me energji, të forcojë imunitetin dhe gjithashtu të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e saj në mënyrë të rregullt në këto raste. Vlerat që do t'i ofrojë shëndetit do ta cilësojnë atë si një prej ushqyesve më të mirë në mbrojtjen e organizmit. Për te shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës turshi ashtu edhe të bardhë janë arsye kryesore pse nuk duhet të mungojë asnjëherë në kuzhinën e çdo familje. Lakra e bardhë turshi është e pasur me vlera shëndetësore. Ajo përmban fibra, një sasi domethënëse të vitaminës C dhe K, si dhe pastron sistemin imunitar dhe pasuron me hekur. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbush organizmin me energji.
Megjithatë, ajo duhet të konsumohet në sasi të kufizuara sepse përmban shumë krip. Studimet të cilave u referohemi konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin në një substance të madhe probiotikësh, të cilat furnizojnë bakterie të mira në stomak dhe parandalojnë rritjen e bakterieve të këqija. Lakra e bardhë turshi mund të gjithashtu të forcojë sistemin imunitar, të sintetizojë vitaminën B dhe të luftojë diarren të shkaktuar nga marrja e antibiotikëve. Gjithashtu, sasia e përshtatshme ditore e fibrës bazohet rësisht nga nevoja për mbrojtjen kundër problemeve kardiovaskulare. Fibrat e tretshme të lakra ndërlidhen me yndyrna dhe kolesterolin dhe i përcjellin ato jashtë organizmit. Kjo nënkupton se gjaku përthith më pak kolesterol. Një filxhan me lakra turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan një rol antioksidues ndërsa vitamina K ka ndikime në mpiksjen e gjakut dhe të dyja janë thelbësore për të pasur kocka të forta. Lakra turshi ofron 12% të dozës rekomanduar ditore të hekurit. Burimet kryesore të këtij minerali nuk garantojnë një përthithje efikase të tij, por vitamina C përmirëson përthithjen e hekurit në organizmin tuaj. Kështu, edhe do të keni më shumë vlera për mbrojtjen e shëndetit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Si një formë e fermentuar e lakrës, lakra turshi i siguron trupit disa përfitime të mrekullueshme për shkak të vlerave të larta ushqyese. Është të mbushur me probiotik që forcojnë imunitetin dhe përmirësojnë tretjen. Vlerat ushqyese të lakrës turshi gjithashtu përfshijnë mbrojtjen e trupit kundër alergjive, luftojnë inflamacionet dhe sigurojnë trupit antioksidant të mjaftueshëm kundër radikaleve të lira. Lakra turshi është një ushqyes i pasur për organizmin, e cila do të përmirësojë gjithashtu edhe nivelet e sistemit tuaj tretës. Ka shumë fibër dhe kjo është jetike për tretjen e shëndetshme. Ndalon kapsllëkun, përmirëson shëndetin e zorëve dhe ndalon gërçet. Ngrënia e rregullt e kësaj lakre parandalon gjithashtu edhe shqetësimet e zorëve dhe të barkut. Ndaj do të keni një përmirësim më të mirë të sistemit tretës, citon Elfisaj. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do t'japë më shumë energji për organizmin. Fal niveleve të larta të hekurit, lakra turshi sidomos ju jep më shumë energji dhe qëndrueshmëri të gjatë. Ajo do të nxjisë edhe qarkullimet më të mira të gjakut në organizmin tuaj. Nxit qarkullimin e gjakut dhe përmirëson mbi të gjitha metabolizmin, parandalon luhatjet e hekurit dhe gjithashtu anemin. Është e mirë edhe kundër dhimbjeve të forta të kokës. Lakra turshi është një përmirësues i mirë i gjendjes suaj të imunitetit. Lakra është e pasur me vitaminën C, e cila është perfekte për funksionet e imunitetit, citon Step to Health. Nivelet e tilla të larta të vitaminës C do të rigjenerojnë qelizat që bëjnë qelizat e bardha të gjakut të prodhojnë edhe kolagjenin. Lakra turshi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të nyjeve. Ky ushqim është i pasur me vitamina K dhe kjo i bën kockat edhe më të forta. Po ashtu prania e proteinës së shumtë i mban kockat më të mineralizuara në mënyrë të shëndetshme. Vitamina K gjithashtu parandalon osteoporozën. Bazuar në studime të ndryshme, antioksidantët që gjenden te lakra largojnë radikalet të lira që janë thelbësore për qelizat e dëmshme dhe sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Lakra turshi është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese nëse konsumohet gjithmonë brenda normës. Përpara se ta shtoni në dietën tuaj, duhet të dini edhe anën e saj negative. Është e rëndësishme të mos konsumoni lakra të cilat janë në blerë edhe në markete, pasi dihet se ato përmbajnë nivele të larta të natriumit, i cili përdoret për ruajtjen e tyre që të mos prishen për një kohë të gjatë. Pra në këto raste bëhet fjala për lakra të cilat përgatiten vetë në kushte shtëpie. Rezultatet që do t'japin organizmi do ta kthejnë atë në një nga produktet më fantastike të mbrojtjes së trupit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj në këto raste, nëse doni të përmirësoni shëndetin, të mbani larg komplikacionet, përfshini lakrat turshi të përgatitura vetë në kushte shtëpie. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.